Sa më mirë është të këndosh apo të flasësh? Të dyja. Është më mirë të këndosh në fakt, sepse mund të shpresh ndjenjat e tua më kollaj. Kjo e shtun sjell në ekran një histori të veçantë emocionesh, ëndrash dhe përkushtimi ndaj artit. Në emisionin Personazhe në fokus vjen rrëfimi i 16 vjeçares Besarta Kukaj, vajza me origjinë nga qyteti verior i Pukës, e lindur dhe e rritur në Tiranë. Besarta është një vajzë talentuar e këngës pukiane, këngës kosovare dhe këngëve patriotike, por edhe një kërcimtare dhe koreografe e re që po hedh hapa të sigurt në botën e artit. Që në moshë të vogël ajo ka nisur rrugëtimin e saj në skenë, duke e kthyer pasionin për folklorin në një mision për të ruajtur dhe përcjell traditën shqiptare. Gjatë këtyre viteve, Besarta ka marrë pjesë në shumë konkurse dhe aktivitete artistike brenda dhe jashtë vendit, duke u vlerësuar me një sër çmimesh. Ajo ka qenë gjithashtu pjesë e skenës së Festivalit Folklorik të Gjirokastrës, prej vitesh antare e grupit artistik folklorik Kçira në Puk, ku talenti dhe energjia e saj kanë spikatur mes artistëve të rinj. Në këtë episod, përmes një bisede të ndjerë dhe plot emocione, Besarta do të rrëfejë për rrugtimin e saj artistik, sfidat, ëndrat dhe momentet bardhëzi të jetës së saj. Përballë pyetjeve të gazetarit Ndriçim Gjoshi, ajo do të sjellë një histori frymëzuese për të gjithë të rinj që besojnë tek arti dhe tek forca e pasionit. Një histori e bukur, një talent i ri dhe një rrëfim që prek zemrat, historia e vajzës pukiane që po rritet me arti në shpirt. Mos e humbisni këtë episod të veçantë të Personazhe në fokus, që transmetohet këtë të shtunë mbrëmje në orën 21 në televizionin Apollon. Të Lurës me Mendi Bucin, që ishte koreograf dhe këngëtar aty, më pas edhe në ansamblin e Pukës me profesor Frokun Kçira. 5 vjeçe. Po. Është pak e çuditshme. Çfarë kujtoni nga hapat e parë në skenë?